Doktorët me urdhër të prerë, para se ta hani vezë në mëngjes duhet ta dini këtë gjë. Të gjithë e dimë se veza është burimi kryesor i proteinës. Vezët konsiderohen si një nga ushqimet më të mira që mund t'i shtoni në dietën tuaj. Janë të pasura me proteina me cilësi të lartë si dhe me vitamina dhe minerale të tilla si vitamina B12, vitamina D, gjithashtu dhe hekuri. Pavarësisht shqetësimeve të kaluara lidhur me përmbajtjen e tyre të yndyrës, Shoqata Amerikane e Zemrës tani rekomandon të konsumoni 1 deri në 2 vezë çdo ditë. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe. Do të na ndihmonit shumë. Përveç kësaj, vezët janë një burim ekonomik i proteinës që mund të ruhen në frigorifer deri në 5 javë. Kjo do të thotë se mund t'i kurseni dhe të zvogëloni mbeturinat ushqimore. Ato janë gjithashtu shumë të ngjashme pasi mund të përdoren në të gjitha vaktet, nga mëngjesi deri në darkë, por edhe në ëmbëlsira. Por le të shohim se cilat janë përfitimet që do të merrni nga konsumi i vezëve çdo ditë. Sipas The Health Site, këto janë përfitimet kryesore që do të merrni nga konsumi i saj. Ju bën të ndjeheni të ngopur dhe rrit energjinë. Të verdhat e vezëve janë një burim i lëndëve ushqyese të rëndësishme siç janë vitamina B12, vitamina D, si dhe kolina, të cilat ndihmojnë në trupin tuaj të shndrojë ushqimin në energji. Kombinimi i proteinave me yndyrë të shëndetshme që gjenden te vezët ju ndihmon që të jeni më të ngopur për më gjatë, flok më të shëndetshëm dhe lëkurë më të shëndetshme. Vezët janë të pasura me vitaminën B, të tilla si vitamina B2, B5 dhe B12, të cilat njihen për efektet e tyre pozitive në shëndetin e lëkurës dhe të flokut. Këto vitamina janë të tretshme në ujë dhe nuk ruhen mirë në trup, kështu që ngrënia e vezëve të rregullt mund t'ju ndihmojë të përmirësoni nevojat tuaja të përditshme. Antioksidantët dhe aminoacidet të tilla si metoina, ato përmbajnë dhe kontribuojnë në elasticitetin e lëkurës dhe në forcimin e flokut dhe të thonjve. Do të keni kocka më të forta me përfshirjen e vezëve në dietën tuaj. Vitamina D është kritike për shëndetin dhe shumë funksione të trupit, ndihmon në uljen e presionit të gjakut, zvogëlon rrezikun e disa lloje të problemeve dhe nxit shëndetin e mirë mendor. Megjithatë, funksioni i saj më i rëndësishëm është mbajtja e kockave të shëndetshme duke lehtësuar thithjen e kalciumit dhe duke ruajtur nivele të qëndrueshme të kalciumit dhe fosforit në trup. Një vezë siguron rreth 6% të nevojës tuaj ditore për vitaminën D, kështu që ngrënia e një veze në ditë mund të përmirësojë shëndetin e nyjeve dhe të parandalojë komplikacione të ngjashme. Konsumi i vezës çdo ditë mund të ketë përfitime të shumta për shëndetin tuaj, nga energjia dhe ndjesia e ngopjes deri te përmirësimi i shëndetit të flokut, lëkurës dhe gjithashtu edhe në forcimin e kockave. Veza është padyshim përbërësi kryesor i një mëngjesi të shëndetshëm. Një nga mënyrat më të mira të konsumit të vezës është sigurisht forma e saj e zier. Por cilat janë vlerat e vezës së zier dhe çfarë ndodh organizmit tuaj kur ajo konsumohet vazhdimisht? Vezët përmbajnë 210 mg kolesterol, ku zierja konsiderohet edhe mënyra më e mirë për gatim sepse yndyrat që përdoren në skuqe rrisin kolesterolin në organizëm. Ekspertët thonë se vezët janë të mira për shëndetin dhe një i rritur mund të hajë një vezë në ditë pa u shqetësuar shumë për kolesterolin. Ngrënia e vezës në mëngjes si pjesë e regjimeve të kujdesshme shëndetësore ju ndihmon të humbisni në peshë. Vezët ju ngopin gjithashtu edhe me yndyra cilësore. Vezët e ziera do të nxisin krijimin e yndyrnave të mira, të cilat ndihmojnë në ruajtjen e kolesterolit në gjak, ndërsa ulin rrezikun e problemeve dhe sëmundjeve në zemër. Këto yndyra të shëndetshme për shëndetin e zemrës ndikojnë gjithashtu në rregullimin e niveleve të insulinës në gjak e përrjedhojnë nivelin e sheqerit në gjak. Vezët janë të pasura me proteina. Vezët e ziera natyralisht përmbajnë nivele të larta të proteinës. Organizmi ka nevojë për proteinë në forcimin e muskujve, por mbi të gjitha proteina ndihmojnë organet e trupit të mundësojnë në një strukturë të posaçme mbrojtëse për muret e qelizave. Edhe shëndeti juaj i syve do të përmirësohet me konsumin e vezëve. Një nga vitaminat më të rëndësishme tek veza është vitamina A. Kjo vitaminë është thelbësore në ndihmën që ofron retinës së syrit në thithjen e dritës, mbron membranën dhe ulë riskun e prekjes nga dobësimi i shikimit dhe verbëria. Do të keni gjithashtu edhe kocka të forta. Vezët e ziera janë të pasura me vitaminën D, vitamina e cila është e rëndësishme për kockat dhe dhëmbët e fortë gjithashtu. Vitamina D mundëson kockave përthithjen e kalciumit dhe rregullon nivelin e kalciumit në gjak.
Ky proces garanton që skeleti i trupit të marrë sasinë e duhur të kalciumit për të qenë më i fortë dhe më i shëndetshëm. Ekspertët vazhdimisht këshillojnë konsumin e vezëve të zjera si një nga format më të mira ushqyese për të përmirësuar imunitetin, gjithashtu edhe për të mos i shtuar yndyrnat gjatë gatimit. Veza është një nga ushqimet më të shëndetshme për njeriu që ka pasur një rikthim triumfues pas pretendimeve për rolin e saj negativ në shëndet. Vezët ofrojnë 6 gram protein dhe një cilësi të lartë ushqyese. Sipas të dhënave të Healthline, kjo do të thotë se vezët ofrojnë të gjitha aminoacidet që duhet të marrim nga ushqimet, madje po aq edhe sa nga mishi. Proteina konsiderohet si një nga ushqyesit që përmbush edhe shumë vlera në shëndetin e njeriut. Gjysma e sasive të proteinës gjendet tek e verdha e vezës. Vezët ju mbajnë më të ngopur dhe frenojnë gjithashtu urinën e tepërt ditore. Një mëngjes i pasur me vezë mban nën fre urinë për më gjatë në krahasim me ushqime të tjera me bazë drithi. Disa studime thonë se njerëzit që hanë vezë për mëngjes ndihen më të ngopur dhe hanë më pak në drekë. Vezët gjithashtu do të mbrojnë edhe shëndetin tuaj të syve dhe do të parandalojnë edhe komplikacionet e shikimit. Luteina i mbron syt nga dëmtime të ndryshme si pasojë e plakjes, por edhe nga dëmtimet të dritës blu që emetohen nga celulari, tablet ose laptop. Ky lloj ndriçimi besohet të jetë kontribues në shfaqjen e problemeve të ndryshme mbi peshës dhe sëmundjeve të syve. Gjithashtu vezët janë një zgjidhje produktive për shëndetin në balancën e tyre kundër këtyre komplikacioneve. Vezët e zjera nuk i bllokojnë enët e gjakut. Për vite me radhë, vezët kanë qenë në bankën e të akuzuarve për krime të paqëna ndaj shëndetit. Shkaktar mund të jenë edhe të ndryshëm, por vezët besohet se janë një zgjidhje shumë e mirë për organizmin tuaj. Vezët janë një zgjidhje shumë e mirë për të rritur edhe masën tuaj muskulare. Njeriu nis të humbas masë muskulare pasi kalon moshën 30 vjeç. Masa muskulare nis të bjerë me 5% për çdo 10 vite. Humbja e saj e bën njeriu të ndjetë i plogësh dhe rrit shanset e frakturave. Aktiviteti fizik, veçanërisht ai fokusuar te forca dhe qëndresa, ju ndihmojnë të ruani masën muskulare, të siguroni gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë të shëndetit tuaj të muskujve. Vezët përmbajnë protein me cilësi të lartë dhe ekspertët i cilësojnë ato si një nga produktet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të dietave tuaja. Vezët janë padyshim përbërësi kryesor në shumë receta të ushqimit. Ato kanë bërë bujë sidomos në dietat për humbjen e peshës. Megjithatë, nga ngrënia e tyre mund të keni edhe një sër përfitimesh në mbrojtjen e organizmit, citojnë ekspertët e Healthline. Dëgjoni me vëmendje disa nga përfitimet kryesore të tyre. Vezët do të rrisin sistemin imunitar, do të përmirësojnë gjithashtu edhe shëndetin e lëkurës. Sistemi i metabolizmit do të përmirësohet me konsumin e vezëve, do të rrisin prodhimin e qelizave të gjakut, do të forcojnë kockat, do ta mbajnë në mëlçinë e shëndetshme, gjithashtu mbrojnë trupin tuaj kundër radikaleve të lira. Vezët janë një nga zgjidhjet më të mira për të shtuar për dietën tuaj, sidomos në rritjen e vlerave të sistemit imunitar. Me 1 ose 2 vezë do të ndihmoni trupin tuaj të luftojë infeksionet. Pasi vezët janë të pasur me selenium, i cili është jashtëzakonisht i dobishëm për një sistem të shëndetshëm dhe të fortë imunitar, dhe konsumi i vezës rregullisht rregullon hormonet të gjendrës tiroide. Vezët reduktojnë stresin dhe lehtësojnë gjithashtu problemet e ankthit. Vezët përmbajnë aminoacide esenciale që ndihmojnë në shëndetin mendor, çrregullimin e çlirimeve të serotoninës, e cila është një neurotransmetues përgjegjës për relaksin, gjithashtu edhe për shëndetin tuaj. Përfshirja e vezëve në dietën tuaj duhet të jetë në mbrojtjen e mirë të organizmit, gjithashtu edhe në balancimin e përfitimeve të trupit. Ekspertët i cilësojnë ato si një nga zgjidhjet më të mira edhe në lehtësimin e ankthit. Vezët janë të mira edhe në shëndetin e kockave të dhëmbëve, gjithashtu edhe në parandalimin e komplikacioneve të shëndetit të lëkurës. 1 deri në 2 vezë çdo ditë janë mëse të mjaftueshme për të marrë përfitimet e tyre të mëdha ushqyese. Vëmendje, ju bëjmë me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos e zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë tu.